Gazetarja serbe Dragana Nikolitic, në një opinion të publikuar në portalin investigativ Radar, ngresh shqetësime serioze mbi funksionimin e manastirit Tumane, të cilin ajo e përshkruan jo mos si vend shënjtërje, por si instrument financiar në shërbim të pushtetit politik në Serbi. Sipas saj, pas fasadës fetare dhe atmosferës shpirtërore që ofron ky manastir, shihet një rrjet i sofistikuar financimi paralel i partisë në pushtet SNS. Shuma të mëdha parash, të mbledhura nga qeveria, ikona dhe kontributet vullnetare, përfundojnë jo në shërbimin e kishës apo komunitetit, por në fondet e SNS-s për blerje votash, organizimi tingjesh dhe ruajtje të makinerisë së pushtetit, 1 dinar për qeri, 1 për ikon, 1 për fjetje, dhe të gjitha këto më bindin se po kontribuan për shpëtimin tënd, por nëse këto para përfundojnë në një kas partie politike, kemi të bëjmë me një problem të thellë shoqëror e moral, shkruan ajo. Një tjetër aspekt shqetësues që nxjerr në pa gazetarja është ndërthurja e mesazheve politike me predikimet fetare. Në Tuman, nënvizon ajo, po promovohet ideja se kush mbështet Vučićin mbështetet e Zotin, çka e bën ndarjen mes politikës dhe fesë thuajse të pamundur. Në këtë kontekst, ajo përmend edhe rastin e kryetarit të SNS-s Miloš Vučević, i cili në korrik u dekorua nga manastiri me urdhrin e Shën Lukës si shenjë mirënjohje për ndihmë dhe përkrahje. Vučević u shpreh në Instagram se ishte kthyer me zemër të mbushur nga Nikolitic. Ironikisht shton edhe me xhepa të mbushur, e pos portalit investigativ Radar rreth këtij skandali të shkruar edhe mediumi serb TPK News, sipas të cilit manastiri Tumane është shndërruar në donatorin më të madh financiar të Partisë Progresive Serbe gjatë 2 viteve të fundit, duke kaluar në hije madje edhe oligarkët dhe grupet e interesit. Vetëm gjatë muajve gusht dhe shtator 2025, më shumë se 2 milion euro të mbledhura përmes donacioneve, qeverisë dhe kontributeve vullnetare të besimtarëve janë kanalizuar drejt fondeve të SNS-s për të financuar mitingje, blerje votash dhe propagandë politike. Në qarqet lokale, sipas mediumit hulumtues, Tumana është pagëzuar tashmë si pula e artë e SNS-s. Duke u referuar burimeve të brendshme, mediumi raporton se në Tuman promovohet hapur ideja se kush mbështet Vučićin mbështet edhe Zotin, duke përzierë besimin fetar me interesin politik, ndërkohë që mijëra e qytetarë presin për të prekur reliket e shenjta, paratë e tyre përfundojnë në mbështetje të regjimit Tumane. Nga një vend pelegrinazhi është kthyer në një qendër të fuqishme të financimit partjak, shkruan ndër të tjera mediumi.